Në shumicën e ashensorëve modern gjendet gjithmonë një pasqyrë vendosur në njërin anë të kabinës, ndërsa ne e përdorim për të kontrolluar ose për të kaluar kohën. Funksioni i saj real është shumë më i gjerë dhe lidhet me psikologjinë e pasagjerëve, sigurinë dhe dizajnin praktik. Ashensorët janë hapësira të vogla dhe të mbyllura, shpesh në lëvizje vertikale, që mund të shkaktojnë ankth dhe klaustrofobi tek shumë persona. Studimet psikologjike kanë treguar se pasqyrat kanë një efekt shqetësues për shkak të iluzionit të hapësirës më të madhe. Pasqyra bën që kabina të duket më e madhe dhe më e hapur, duke reduktuar ndjenjën e mbylljes. Shpërqendrimit, duke parë reflektimin e vetes dhe ambientit përreth, pasagjerët harrojnë përkohësisht udhëtimin dhe kohën duke ulur ndjenjën e panikut. Pasqyrat kontribuojnë në sigurinë e përgjithshme në disa mënyra: monitorimi vetjak. Personat mund të kontrollojnë veten dhe lëvizjet e të tjerëve në kabinë, gjë që ndihmon në parandalimin e situatave të pakëndshme, si ngacmimet apo sulmet. Parandalimi i vjedhjeve dhe sulmeve, reflektimi i vazhdueshëm, ju jep një ndjenjë se jeni të monitoruar, gjë që e bën më të vështirë të prekeni nga veprimet kriminale. Përmirësimi i aksesit për përdoruesit e karrigeve me rrota. Me ndihmën e pasqyrës, ata mund të manovrojnë më mirë për të hyrë dhe dalë pa pengesa, duke rritur sigurinë e lëvizjes së tyre. Ashensorët janë ndër mjetet më të sigurta me nivele të ulta incidentesh. Ja disa nga teknologjitë dhe masat që e garantojnë këtë siguri. Sistemi i ndalimit emergjent. Në rast të ndonjë defekti ose rënje të papritur, frenat emergjente aktivizohen menjëherë për të ndaluar kabinën dhe për të parandaluar rënjen. Kabllot çeliku shumë fishe. Kabinat varen nga disa kabllot të forta çeliku që mbajnë shumë fishin e peshës së kabinës dhe udhëtarëve, duke reduktuar rrezikun e prishjes. Sensoret e mbingarkesës. Sistemet automatike nuk lejojnë ngritjen nëse pesha e pasagjerëve kalon kufirin e sigurt, duke parandaluar dëmtimet mekanike dhe aksidentet. Sistemet e komunikimit emergjent. Ashensorët janë pajisur me lidhje të drejtpërdrejta telefonike me ekipet e emergjencës që mund të ndërhyjnë menjëherë në rast nevoje. Kontrollet dhe mirëmbajtja periodike. Ashensorët në ndërtesa kontrollohen rregullisht sipas standardeve ndërkombëtare për të garantuar funksionimin e tyre të sigurt. Sipas administratës amerikane për sigurinë dhe shëndetin në punë, përqindja e aksidenteve me ashensor është shumë e ulët, rreth 0.03 aksidente për 1 milion lëvizje. Më shumë se 95 defekteve teknike identifikohen në kontrollin periodik para se të shkaktojnë ndonjë incident. Rënjet e ashensorëve janë jashtëzakonisht të rralla dhe pothuajse gjithmonë ndodhin për shkak të ndërhyrjeve njerëzore të papërshtatshme, si mirëmbajtje jo profesionale. Ashensorët kanë një histori të gjatë që fillon që nga antikiteti, ku përdoreshin si një lloj ngritësish mekanik, por zhvillimi i tyre modern filloi në shekullin e 19. Në vitin 1853, Elisha Otis prezantoi sistemin e parë të frenave emergjente për ashensor, duke revolucionarizuar sigurinë dhe duke bërë të mundur përdorimin e tyre në ndërtesa të larta. Fillimi i shekullit 20, ashensorët elektrik zëvendësuan ato me avull, duke ofruar shpejtësi më të madhe dhe më shumë siguri. E sot, teknologjitë moderne përfshin sisteme kompjuterike për kontrollin e lëvizjes, sensorë të avancuar dhe materialet e lehta por shumë të forta. Në vitet e fundit po zhvillohen ashensorë revolucionar me teknologji të reja. Ashensor pa kabina, sisteme që përdorin magnetizëm për të lëvizur kabinën duke bërë udhëtimin më të shpejtë dhe efikas. Ashensor me lëvizje horizontale, jo vetëm lart poshtë, por edhe anash që do ndryshojnë mënyrën e lëvizjes brenda ndërtesave të mëdha. Sisteme inteligjente për menaxhimin e radhës, ashensorët që mësojnë sjelljen e pasagjerëve për të optimizuar kohën e pritjes dhe lëvizjes. Pasqyra në ashensor është shumë më shumë se një detaj estetik. Ajo është një element kyç që ndihmon në reduktimin e ankthit, rrit sigurinë dhe përmirëson funksionalitetin e një prej mjeteve më të përdorura. Kur bashkohet me teknologjitë moderne dhe masat rigoroze të sigurisë, ashensorët vazhdojnë të jenë një ndër mënyrat më të sigurta dhe më të përshtatshme për të lëvizur brenda ndërtesave.